Përshëndetje, si jeni? E kishim ndërprer këtu para një jave. Historinë e zonjës Ema Bruci, një ashtu quajtur psikologe që bën seanca terapie në lokalin e lagjes. Dhe për të gjithë ju që mund ta keni humbur, do ju tregojmë fare shkurt se sa e aftë ishte kjo zonjë në punën që bën çdo ditë. Së pari ju rikujtojmë se Ema Bruci nuk figuronte e regjistruar pranë urdhrit të psikologut dhe rrjedhimisht nuk disponon licencë, ndërsa si adresë për kryerjen e aktivitetit, siç tham, ka lokalin, një metodë as pak profesionale për punën e një terapisti. Mirë, po kjo ishte vetëm një gjë. E vetë shpallura psikologe të shumtën e kohës me vajzën që kishte përballë shpenzonte duke treguar arritjet profesionale, si dhe duke shpërndar histori personale nga ish pacient të saj, të cilët nuk nguron as titalet i përbuz. Ja unë djeksha një vajzë nga Kanada. Ishte 15 vjeç me ilaçe psikiatrie. Edhe ishte kështu. Po që ishte i zotri se më kështu shkruaj një mesazh ishte me shpirë. Po as një fjalë se kishte në rregull. Një grua ku më erdhi kështu në Fiza. Ka më konfuzë ta po tash shumë. E si të mos mjaftonin këto, zonja Ema si një personalitet që është kërkesat i ka të larta dhe ndërprerja e seancës së terapisë bëje shpesh nga telefonatat. Dhe kur menduam se gjeti pak kohë për pacienten e saj, sërish na zhgënjeu. Sepse ju deshëm vetëm pak minuta që ta tmerronte atë, duke diagnostikuar me ankth grade 2 dhe pavarësisht se nuk është psikiatre, 59 vjeçaria nuk nguroi t'i jap mjekim. Po çfarë mjekimi do thoni ju? Gjerman, ilaç për lumturinë me çmim fare të arsyeshëm. Ne këtë produkt do ta përdorni për të rikthyer në tonë, për të larguar mendimet e nga Formula Gold, shpejt shishe për një bën 100 milion. Mirë po, Formula Gold nuk mjafton për të shuruar nga ankthi. Ka të tjera. Ndoshta zonja Ema nuk është thjesht rast i veçuar, por rast unik. Psikologe pa licencë që jep ilaçe pacientit për një problem shëndetësor që ende nuk i është shfaqur. Brillante! Dhe më e tmerrshmja është se këto manovra për të përfituar para nga shitjet e produkteve që sugjeron, nuk i bën vetëm e persona madhor. Po trajtoj tash edhe 10 vjeç, edhe 12 vjeç, edhe 15 vjeç, edhe 70 vjeç, me 100 vjeç. Gorisht njerëz vinë të ndryshëm këtu, vinë bebe çolla. Për të parë dëgjuar se çfarë justifikimesh do t'jap kjo pseudo psikologe për gjithë çka tregua më sipër, do duhet të presim edhe pak minuta, pasi siç shihet në këto pamje, janë 2 vajza që përballen me të. Pra, 2 paciente, dhe çfarë do dëgjoni në rastin e 2 do ju lër vërtet pa fjalë. Një lloj si vajzën e parë, edhe të dytën 59 vjeçaria e pret pranë stacionit të autobusit në zonën e Alidemit dhe e fton në kafene. Nisur nga qortimet që i bëri pacientja jon takimin e kaluar, psikologja e kupton edhe vetë që kjo është diçka jo normale dhe i del përpara rrezikut duke i paraprir kritikës. Jam një dure hapur, jem një ulë në një tavolë. Me një Sërish e njëjta praktik pune, zbulimi i privatësisë së pacientëve. Ankthi është konsumizimi i trumostike. Po kush u ankua për ankthin, më zonja Ema? Vajza ende nuk ka folur. Nese, kalojmë pak te pandemia. Pandemia tregon njerëzit nuk diqen nga pandemia. Pandemia një gripë që blokon të O, zonja Ema, mos përmend litari në shpinën e varurit. Nëse vërtet mendon që vajza ka ankth. Prap, Në rave që deri tanë për me qëtën po të hodhin nga penxeren. Ata ishin gjallë, u hodhin nga penxeren. A kush i hodhin nga penxeren? Të hodhin truri. Pasi e terrorizoi pacienten me histori pandemie, më në fund 59 vjeçaria kujtohet se për çfarë janë ulur aty. Nuk janë probleme që ti ke. Kam disa mendime negative lidhe me personin që kam në krah. Kemi disa muaj që jam e lidhur, dhe ndërkohë që kam folur dhe me dikë tjetër. Kjo frika që ai do ta marrë vesh është Po pse problem? Shikon diçka pozitive apo çfarë? Më ka dhënë pak siguri, pak besim. Kam një ndjenjë që mendoj që kam shumë stres. Po stresin ke krijuar vetë. Dhe ti je futur në fazën e e ke shumë vetë. Kush quhet se mund të ha kustat? Që ne nuk e kemi në zë. Për shemb, në Amazon stomak. Kem pushat. Pushat. Mamë ku të vendin me tu, mi tem. Ato si.
probleme stomake. Jo. Kjo përgjigje është e papranueshme për psikologen tonë, ndaj ajo mundohet me se zbën që t'ja gjej një problem stomakut. Kam qeshur me një burë ta qepsha për para, ta mua s'ka. Edhe më bëjtë ndromë si ma më falë. Po ja pra këto jam. Se me ndova, ta shtë ishte me në gjemave, po ja pra ja këto gromësi. Ta gjefa. Nga jetë probleme dhe me shtitje. Fillon se ljare ose kapsula, ti dhe ma urinim të shpesh. Jo. Psikologe, psikiatre, kardiologe, gastrologe, tani në fund edhe urologe. Zonja Ema është vërtet universale. Jemi në fazën e shpejt, të një guardropi, që të madhe që e dhe shpejt, shfar të të në nda vete, në të marit në vende, në nuk do losit në vete. Tani na duhet pak vëmendja juaj, sepse po nisim të tregojmë historinë e një paciente të cilës ja mori të dashurin vajza e tezës, që në fakt është historia jon e një dite më parë. Dje, ka një rast shumë kompliket, vajza se vjoqa, e cila deshte një fjallë, e kishte prezentuar me vajzën e tezës, dhe vajza tezës që një në fjallë. Një trajsi shpinte me vajzën e tezës, ta shtë nga telefon, që t'i flasë në dashur, shikoj, ta zëmra, shma bete, në momenta me erdi një vitje në lufa, sepse se ishte aty telefoni im, po ju. Se gjenja doktor, po lexoj. Pastaj në moment me erdi truri dhe kuptova që isha në dorë telefonit e tij. Dhe kjo do të nuk qezon, as të kthej. Ajo kam i më ishte nga dëstre. Tjera. Me këto që ne funksionemi në fazën e dytë. Një mjekim duhet bërë shumë i kujdesshëm dhe i personalizuar. Aq më tepër që nuk ka shkallë të ankthit. Shkalla 1, 2, 3 ankthit nuk ekziston. Ka forma të ndryshme të ankthit, po jo numra. Se që orientuar po. Apo të do. Se në vjetnite, që blokuar grupa, që kote, je mash, të tullë. Sa me ndërë të në vërë syze, një grua ku me erdi të syze. E ta anësim shikim të tullë, kish marrë në syze, dhe sa kam në të syze, ta po ta shisë shofarë. Mirë që tregon historitë të tjerëve duke shkelur çdo parim të ruajtjes së privatësisë, por edhe gënjen, anomalit apo problemet të tjerëve ja shton kujt i dal përpara. Dhe këto histori tregon si pralla, sërish kujt i dal përpara. A mund të konsiderohet e besueshme kjo zonjë? Mund të ndodhi që gjatë seancave tona ne mund të ndajmë me pacientët tanë histori suksesit të pacientëve të mëparshëm në një aspekt të caktuar, por absolutisht pa i identifikuar dhe gjithmonë duke respektuar dinjitetin e tyre. Absolutisht duke i tallur, absolutisht duke i bullizuar, sepse ajo që duhet të karakterizoj një psikolog është empatia dhe absolutisht gjykimi. Në bisedën me pacienten e dytë, psikologja përqendrohet e gjitha tek rasti një ditë më parë, por me disa ndryshime. Ose gënjeshtra, merreni si të doni. Nuk ishte zonja Bruci, jo, por sërish ti dhe produkte kundër infeksionit urinar. I paraprim rreziqeve ne. Mos kemi fjalë. Ky është mesazhi. Ndoshta nga pacientja jon do duhej një faleminderit për kortezi ose për ato broçkullat që dëgjoi në këmbim të 30.000 lekëve, por ja që ka harruar. Megjithatë, 59 vjeçaria nuk ndalet këtu, sepse tani ajo bën atë që asnjë mjek, asnjë psikolog, asnjë prind nuk e bën. Nis të përgojoi familjen e vajzës që kishte në takim një ditë më parë. Por e fillova që në familje, dhe me një në. Ato ishin dy motra që kishin rritur këto struktura. Pra, të dy motra nuk janë në rregull, se kanë rritur dy të tilla. Vëmendje të gjithë ju pacient të kësaj pseudopsikologe, historitë tuaja personale dhe familjare, vuajtjet tuaja që ja keni besuar kësaj zonje, dalin në pazar për vetëm 30.000 lekë të vjetra. Do marrim produkte që është për fushimin e trurit, se jemi në hatën e parë është gjë. E pi njerëzit e shëndetshëm, jo të smurë, ne do ta shfrytëzojmë dhe ta marrim me dozë më të madhe. Formula Gorgesh. Pra, si njerëzit e shëndetshëm, si të sëmurët, si ata në ankth grade 2, si ata në ankth grade parë, si fëmijët, si adoleshentët, si të rriturit, si të moshuarit, të gjithë do pinë formulën Gold. Se është abonuar psikologja te kompania dhe duhet shes sa më shumë. A mos kanë efekt kansor ose të se do ta dia mos do të bëni analizë para se të konsumoj apo Mendoj që do t'ja bësh
dritë, ajo që le që në fillim. Kështu i the edhe vajzës së parë o zonjë. Kështu i thua të gjithëve, të paktën ndryshon ngjyrën e dritave. Të tëra këto do t'i pishni një ditë, se ta dhe nga ta një mail, që ka bërë telefonin se i përtyq. E ka marrë dhe shishe dhe ka kopë në shtrikë të 3 vjeç në stira. E ka pirë të gjithë? Të gjithë. E që i ka ndodhë? Asi, imagino, ju shishe dhe se gjithë të e zuri gjurë, kom. Po në rast se ky episod do të kishte pasoja të rënda për jetën, a do të mbante përgjegjësi kjo zonjë? Apo rëndësi ka vetëm Pagesën për seancën 30? Pa, 30. Frardi nga emisioni Piranja. Pas takimit me vajzat tani e kuptuat që ato s'kan qenë paciente reale? Le mos kanë qenë. Po ju jeni psikologe reale apo jo? Po, unë jam psikologe reale. Jeni e licencuar te urdhri psikologu? Jo, pse duhet punoj në shtet që ta ushtroj profesionin? Po edhe privati duhet jeti licencuar. Po, kam licencën time që nuk punoj si psikologe, po punoj në punë tjetër. Edhe unë licencën e kam për elektricist, por e bëj dhe gazetarin se e kam pasion. Unë në rastin se kam mbaruar shkollë, mund të bëj Ç'të duash? punën Pra mund t'i time. marrësh pacientët në kafe. Jo. Pacientët unë nuk i marr në kafe. Nëse ky ambient nuk është kafene, atëherë as unë nuk quhem Frard dhe as ky emision nuk quhet Piranjat. Punën time e bëj online dhe s'ka asgjë të keqe. Në rastin se kjo është një kurs për të më ulur mua personalitetin, po. Nuk mendoj që kemi diçka personale me ju. Jo, dikush do të vit më takoj, edhe vjen më takon. Dhe lekët u merrni në kafe. Nuk ju marr as lek, as një gjë në kafe. Vajzave u marr nga 30.000 lekë secili se kemi të dokumentuar. Të lutem. E mohoni këtë gjë? Po sigurisht, një minutë, po. Si justifikoni lekët që u merrni pacient? Jo, nuk ju marr lek. S'kan kupon ta ti marr Atëre, vajza. vajza nuk ka paguar kohë. Do marri seancën online. E zënë ngushtë duke kuptuar që kemi fakte, psikologja tenton ta ndryshojë skemën, duke sqaruar se pagesa nuk ka qenë për takimin në kafe, por për seancat online. Mirë, po edhe kjo gënjeshtër nuk hahet. Vajzat refuzuan të vazhdojnë seancat me ju dhe ju i thatë vetëm një okay KLM. Unë si them as kujt KLM. Okay KLM. Një mjek kështu e lë pacientin e tij në rrugë, okay KLM. Jo. Në rastin se ajo nuk do, unë do ta marr me zor. Pa the që lekët i marr sa ajo do vijoj. Pse Jo. sa kthyet lekë? Çfarë jepet nuk merret më. Ju ende nuk e kuptoni, domethënë Jo. dëmin që shkaktoni njerëzve? Si? Nuk e kupton. Jo. Si mundet të mjekosh dhe të kurosh një pacient pas një lloj analize? Ju nuk jeni mjekë specialiste për jam zotri. Dale, zotri. Ju nuk jeni mjekë specialiste për stomakun. Jeni? Dale. Ju jepni ilaçe që rregullojnë gastritin. Atere, më dëgjoj pak. Flisni për presionin e gjakut. Pra juve nuk jeni, Flisni jo. për dhimbjet e Mirë, muskullit. të mbaroj unë. Ti nuk e ke iden fare se çfarë është anksi. Anksi jep çrregullim metabolik. Dhe këto po, këtë që unë. Po ja, dale. Jo, dale, ore do dëgjosh një minutë lutem. Jo, nuk ju kam thënë për anks atyre. Me këto që ne, konfuzione jemi në fazën e dyta. Të stresin ke kryuar dhe ti jetu në fazën e atë. Në rastin se unë flas për stomakun, ky është ekuilibrim metabolik. Ku e diti si e ka çrregullimin metabolik? Dale, më nuk ka apo nivelin e aciditetit? Ore, njerëzit të cilët kanë ekuilibrim metabolik, nuk ka analizë për të vërtetuar. Ato janë produkte organike, është kompania më e madhe në botë që punon në. Ju merrni përqindje? Edhe në rastin se unë marr përqindje, çfarë të keqe ka kjo? Po se po t'i jepni të gjithëve të njëjtat produkte, normal që do Jo, merrni nuk përqindje. marrin të njëjtat produkte. Formula Gold, shpit shishe për një. Do marrë një produkt. Formula Gold. Ti po më tregon punën time tani? Po ta tregoj Po sepse nuk po merrni në qafë. asnjëri, jo turp të kesh që mua më thua po Më merr. fal, po kush jeni ju zonjë Pra, që që trajtoni më ofendon? 12 vjeç, Ku cilin 10 vjeç ku është ky 10 vjeçi që kam Do të trajtuar? thënë gënjeni pacientët, se pacienti kështu i thua, unë trajtoj 10 vjeç, 12. Po trajtoj tash edhe 10 vjeç, edhe 12 vjeç, edhe 15 vjeç, edhe 7 vjeç. Psikologjia nuk ka mosh, nuk ka gjini. Vjen çdo njeri ka nevojë për ndihmën time. Dhe këtë po them, këto Punoj pa produktet ja jepni pagesë. çdo lloj moshe. Sa jaft jeni ju që nuk dallua dot që dy vajzat po luanin me ju. Dhe ja dhat ilaçet që ditën e parë. Jo, nuk i dhash asnjë ilaç. Po i Ato dhe. s'kan marr asnjë ilaç. Ja dhe me mesazh. Zotri, Po unë mund i të blem dhash. ilaçe 300.000 lekë kot ne. Jo, më janë 300.000 lekë. Na fal psikologe, që kanë 310, jo 300. Ai ke thënë njerëz vajzë që një djalë mori të gjithë shishen dhe e piu të gjithë. Jo. E ka marrë dhe shishe dhe ka kopë në shtrikë të 3 vjeç në stira. Dëmi është i pa diskutueshëm, sepse një pacient vjen dhe ka pritshmëritë e veta për çfarë ti si profesionist do qasesh ndaj tij dhe të ka zgjedhur që të zgjedhësh problemin e atij. Në fakt është një zhgënjim i madh për kë kupton që vërtet nuk po merr gjën e duhur. Historinë
e vajzës së parë, ditën tjetër ja tregove vajzës së dytë, pas një privatësi. Ti s'di asnjë emër, asnjëri, unë s'nxjerr emra. Nuk nxjerr emra, po vajzës i tregove kartat e identitetit të pacientëve të tjerë. Kuq janë, më sot emrat e kartat. I kemi të filmuar. Pse nuk e ruan ti privatësinë e pacientit tuaj? Nuk do jepni një përgjigje? Jo, kesh turp nga. Po pse të kem turp? Po kjo që po bëni ju? A do e ndaloni s'bëri këtë gjë? Tani se është turp kjo që po bën. Po a do e ndaloni këtë gjë? Unë jam goxha zonjë edhe punoj pa pagesë, pa gjë dhe ty të vi turp. Po tani pa pagesë, nuk i kishit marr pagesë vajzë. Jo, si ka marr asnjëri. Të dyjave nga 30.000 lekë. Asnjëri si ka marr. Kemi të dokumentuar, pse gënjeni? Do e ndaloni këtë gjë me fëmijët vegjël? Në Shqipëri ka psikolog shumë të mirë. Tipa të tillë pa diskutim që dëmtojnë imazhin e këtij grupi shumë të nderuar, duke përfituar nga bonsensi që ka dikush për të marrë ndihmën prej teje, por dhe duke besuar çfarë ti thua me kaq kompetenca dhe që janë të gjitha të pavërteta, aq më tepër në dëmin e shëndetit edhe fizik të personit. Kjo është një akt ligjor, besoj, i cili duhet dënuar.